Juventus, Real, Paris, Chelsea, tashmë Inter. Duke që vllaznia e femrave po shkruan historinë edhe në përballjet me emra të mëdhenj të futbollit evropian. Po, natyrisht që është duke shkruar historinë, sepse vetë historia e vllaznia dhe në futbollin e femrave në Shkodër, në Shqipëri vllaznia është duke bërë historinë. Si në brenda Shqipërisë kampionatit të vendit, ashtu edhe në Europë. Dhe sot siç e tha ti, është ndeshje me Interin, një klub i madh në Europë, por kryesisht e futbolli meshkujve. Na e dina, sepse futbolli në Itali, futbolli femrë në Itali është shumë i zhvilluar, më shumë se në Shqipëri, por gjithsesi na nuk i vlerësojmë asnjë ekip, ne do bëjmë lojën tonë, jena përgatitur për këtë ndeshje dhe nuk kemi ardhur për turizëm, por kemi ardhur për një rezultat pozitiv, sepse siç dihet, kjo janë dy ndeshje me vajtje ardhje, kjo është ndeshja e parë dhe do mundohemi të bëjmë më të mirën, të marrim një rezultat pozitiv, që ta kena edhe më të thjesht detyrat, me kry detyrat në shtëpinë tonë. Si duket ekipi, profesor, para kësaj ndeshje? Ka një gjendje optimale? Ekipi është në gjendje optimale, ekipi është stëvit mirë, vajzat janë stëvit mirë, janë përgatitur për këtë ndeshje. Normalisht, siç e thash më përpara, vetë emri Inter të bën të rrit adrenalinën, por ne nuk i vlerësojmë ekipet. Vajzat janë përgatitur, siç e thash, dhe janë të gatshme të gjitha, nuk kemi as dëmtime dhe as dënime, kështu që jemi të përgatitur për ndeshjen e nesërme. Profesor, fakti se nga Shkodra kanë udhëtuar një grup i zgjeruar tifozësh, por edhe me shumë të tjerë janë se jetojnë në Itali dhe kryesisht në Milano, ju bën më tepër optimist për një mbështetje nga ana tyre? Po, pa diskutim që na bën optimist, sepse tifozët gjithmonë kena thënë na si në Shkodër dhe në rrethe ose në shtetet ndryshme, është lojtari dumajt i vllaznisë dhe na në vetin mirë që sot që kena ardhur, na kena në vetin mirë me prekërën që janë duke na bërë tifozeria dhe te hoteli, por edhe nesër në fushën e lojës jam i bindur që do të bëjnë atmosferën e duhur që ne na japin sa më tepër kurajo, na rrisin vetbesimin, jo si na mungon, po të na rrisin vetbesimin që të marrim një rezultat pozitiv. Rezultati nesër do të jetë një garanci ndoshta për ndeshjen e kthimit pas javës në Shkodër? Shiko, futbolli ka gjithmonë të papritura. Nuk mund të thuash që është garanci e plot, por një rezultat pozitiv në ndeshjen e parë në shtëpinë tonë i kryjm detyrat edhe më mirë. Dhe normalisht që t'jep vetbesim më tepër, por jo se do të më thonë që fitova ndeshjen e parë ose mora rezultat pozitiv në ndeshjen e parë dhe ndeshjen e dytë e kam shumë të thjeshtë. Absolutisht jo, sepse ne jena ekip që qëndrojmë me kam tokë, jena ekip që punojmë vazhdimisht që të jena sa më përgatitur për ndeshjet e radhës që të vinë. Profesor, për zhvillohen seancën e fundit servitor anti-Inter, në këtë stadium ku zhvillohet ndeshja nesër, si duket fusha? Pasi e keni prekur? Shiko, nuk mund të them për fushën, sepse fusha përmend që është me barë sintetik, por është një fushë e mirë, fushë optimale, por duke llogaritur se çfarë kushte ka stadiumi Loro Buriçi në Shkodër dhe si presim na ekipet, nuk më duken kushte normale. Gjithsesi nuk janë punë e mia që më diskutu këta, por si fushë është e mirë, sa pavarësisht barit sintetik, por kushtet nuk janë as pak optimale. Nuk e keni pritur që të luani këtu, duke qenë se ka disa mundësi ekipi Interit? Ekipi Interit ka shumë mundësi, thash, të nuk janë punë e mia, kjo puna e vetëm pjesë teknike, por ne nuk i presim miq kështu, shkurt muhabeti. Faleminderit. Faleminderit për jush.